Të vetmuar në kësaj radhe. Mbas edhe nuk ka drejt vote. Po, si të shetë fjalë? Po nuk ka votu. Ndoshta mund të mos ke drejt vote, por mund ta shoqëroj deri tek klasa. Në Norvegji. Dhe ka. E di nëse ka të drejt vote, nëse ka shtetësi kosovare. Erave të kaluara e kemi pa. E ka shëshru, ka qenë por nuk ka votu. çdo herë, po. Dhe kjo nuk ka qenë, nuk ka votu. Dhe nëse nuk voton, atëherë mund të mos ketë shtetësi kosovare. Se patjetër që do ta kishte votu bashkëshortin e vet. Po, sigurisht mirë, po kësaj radhe nuk është në garë bashkëshorti i saj. Pak me humor, vetëm e dim që vazhdimisht e ka shoqëruar, edhe pse pra nuk ka votuar, Rita ka qenë çdo herë pranë tij, pra diferenca bëhet kësaj radhe kur Rita nuk po e shoqëron kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Sa për informacion, Rita pra është bashkëshortja e zotëri Kurtit. Po e gjenë emrin e tij, po nënshkruhet, po e kryen atë obligimin si rëndomës li votues në këto zgjedhje. Dhe besoj që vetëm për pak qaste do ta kemi kolegën tonë Arbresha Uka, e cila mund na sjell dhe detaje të tjera nga ky votim. Për zgjedhjet lokale në 2025, pra KQZ-ja ka certifikuar që 5624 kandidatë, për të cilëve 205 kandidat për zgjedhjet për kryetar të komunave, me 5419 kandidat për zgjedhjet për kuvende komunale. Pra nga 205 kandidat të certifikuar për të thjesht komunat, 185 janë burra dhe 20 gra, ndërkohë në zgjedhjet për asambles të kuvendeve komunale, nga 5419 certifikuar, 3395 janë burra dhe 2024 janë gra. Pra, proceset zgjedhore në Kosovë janë ndarë në dy etapa të rëndësishme historike, zgjedhjet e para dhe pas pavarësisë së shpallur në vitin 2008 dhe pas pavarësisë Kosova e ka marrë mbi vete përgjegjësinë për organizimin e zgjedhjeve, ku deri atëherë misioni i OSBE-s në Kosovë ka themelu Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe institucion që është kryesuar nga shefët e tij dhe ka bërë dhe mbikëqyrjen edhe organizimin e zgjedhjeve. Pra prej 2008-s ne kemi bo vetë dhe zgjedhjet në 2009 në Kosovë, kur edhe është themelu, diku ka vjeshta, ka qenë vjesht, kur i kemi mbulu dhe zgjedhjet e para dhe që atëherë pati solli një revolucion në mbulimin e zgjedhjeve dhe asnjëherë deri tash nuk është ndalë. Thënë drejtën edhe kemi pas disa zgjedhje, kështu që nuk është. Ndërkaq po kthehemi në këtë kohë që po jetojmë, po i rikthehemi ditës djeshme, kur presidentja e vendit ka mandatuar për të krijuar qeverinë e re, kryeministrin në detyrë Albin Kurti, vetëm një ditë para zgjedhjeve, madje ky mandatim ka qenë i shumë diskutuar se pse ndodhi vetëm një ditë para zgjedhjeve. Nuk e di se si do të komentohet, si do të pritet, por megjithatë ka lënë goxha shumë hapësirë edhe për tu komentuar në mënyra të ndryshme nga qytetarët e vendit tonë, por gjithashtu edhe nëpër studio televizive nga analistë të ndryshëm. Atëherë, Shqipëria fitoi. Kuvendi u konstitu. Sot zgjedhje, veç na ka mbet medal e me votu, por kryetarin që na mendojmë që ka me na udhëheq për 4 vjet. Kështu që është shumë e lehtë. Shkoni, gjeni qendrën e votimit, i keni edhe me mbeemra aty, në bazë mbeemrave, dhe gjeni klasën ku keni me votu. Shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë. Pa diskutim dhe pa dyshim do duhet që dilni të votoni, sepse nuk na lejohet mandej dhe shumë ankesa që të kemi se votojmë, se votojmë. Po, le ta ndëgjojmë kryeministrin detyrë, Kurti çfarë po thot pas votimit. Ullu telefonin. Po, kolegë, ullu telefonin. A mund të fillojmë? Telefonin. Ullu. Mirëmëngjes të gjithëve, sot është një ditë shumë e rëndësishme. Votojmë për të vendosur për 4 vitet e ardhshme në komunat tona, për qervën, për shkollën, për ujin, për shëndetin, për shërbimet dhe fshatrave ku jetojmë. Përveç se qytetarët e Republikës Kosovës, jemi edhe banor të komunës. Prandaj ftoj të gjithë qytetarët pa dallim që ta përdorin mundësinë, ta shfrytëzojnë të drejtën, të bëhen hizetar në zgjidhjen e problemeve që kanë për t'i plotësuar nevojat e tyre. Gëzuar.
Danas je veoma važan dan. Odlučujemo o 4 naredne godine po opštinama Republike Kosova. Odlučujemo o zdravstvu, o školama, obdaništima, o vodi, kanalizaciji. Potom odlučujemo o infrastrukturi po selima opština i naseljima gradova, gde god građani Kosova žive. Osim što jesmo građani Republike, mi jesmo i stanovnici po opštinama, zato pozivam sve građane, bez razlike, da učestvuju u izborima i na taj način da upotrebljavaju svoje pravo za rešavanje problema i na taj način o raznim nevoljama koje imaju da budu deo rešenja. Čestitam svim građanima Republike Kosovo. Today is a very important day. We decide about our municipalities for the next 4 years. We decide about services, about infrastructure in our neighborhoods and villages all over municipalities of Republic of Kosovo. We decide about kindergartens, schools, water supply, waste management, sewage system, and so on. Besides being citizens of our republic, we're also residents of our municipalities. Therefore, I invite all citizens of Kosovo to participate in these elections and in this way to become stakeholders into resolving their problems and fulfilling their needs. Thank you. Ishte deklarimi kryeministit mbretyer Kurti, i cili natyrisht dhe u përgjigjte në gjuhën serbe, si gjuhë zyrtare, mandej edhe në anglisht, ndërkohë në anën tjetër ne po